Si bëhet thotë se këtu në shtëpinë time thotë çdo gjë po na shkon ters, si në punë, si në para, e gjithçka. Tersliku është një diçka që smatet dhe s'ka arsye të jashtëzakonshme. Gjërat shkojnë ters kur njeriu është larg Zotit. Gjërat shkojnë ters kur në shtëpi nuk adhurohet Zoti. Gjërat shkojnë ters kur njerëzit i kthejnë shpinën Zotit. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Kush i kthen shpinën Zotit, jeta e tij do të jetë dhanka, e vështirë. Jo e këndshme. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Sikur njerëzit të tregoheshin të devotshëm, do t'i çelnim dyert e qiejve dhe tokës me bekime. Kështu që nganjëherë ne kërkojmë terslikun nga jashtë, po mund ta kemi mrena. Mund të jemi ne ai tersi i këtij muhabeti, se jemi larg Zotit, jemi larg namazit. Ose harami në shtëpiat tona është bërë ka bo vend, është ullë këm kryq. Pra, përpara se me kërku të keqen nga jashtë apo tek të tjerët, duhet shohim mos është e keqja prej nesh. Mos jemi ne tersliku, paudhësitë tona, gabimet tona, shthurja jonë, padrejtësitë që mund të kemi bërë njerëzve të tjerë, lutja e dikujt që është pranu, s'na bëhet jeta marrë dhe mirë. Kështu që përpara se të kërkojmë, jo po mësyshi, jo po mos na kanë bënë ai gjë, jo po kështu, jo po ashtu, duhet me pa herë ke vetja. Me kontrollu situatën, me morë situatën në kontroll. E nëse çdo gjë pastaj këtu është mirë, atëherë duhet parë nga jashtë, që mund të jetë sebebi në mësyshi, mund të jetë sebebi në magjia, apo etj. Po unë them se ka shumë arsye të mbrëmshme për të zgjidhur ne situatat dhe problematikat. Ka shumë arsye të mbrëmshme. Kështu që inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë. Pra mos prit mrekulli nëse nuk fillon ndryshimi nga vetvetja, nga familja, nga shtëpia mrena, e pastaj prit prej Allahut xhella xhelaluhu. Ama mos harro atë që e thash pak më lart, shif se mund të jetë ndaj padrejtësi që i keni hyrë hak dikujt, e mund të jetë pranuar në dua dhe në lutje, e s'ngreni kokë. Pra gjitha këto duhen parë seriozisht.